tek vrasja fatkeqësisht e ministrit të mbrojtjes Ahmet Krasniqit. Po e fillojmë nga Kobra se me kolonelin Fuad Ramin që kemi folur edhe në emisionet e kaluara. Kobra, çka mendoni ju, domethënë, pse është vrarë Ahmet Krasniqi, a dihet sa pas luftës, cili ka qenë qëllimi i vrasjes tij? Qëllimi aty ka shumë dimensione, s'është vetëm një qëllim. Tash po shihet që të zbo lufta për një koloneli, një ushtaraku të karrierës, një ministrit një vije institucionale, pajtimit kishë ndodhë siç jënë marrë vesh me gojë dhe të ishë realizu në vepra, nuk ishë dashtë të ndodhë ajo vrasje. Mirë po këtu ka dështu edhe vetë shteti shqiptar, se në shtetin që vritet në qytetari rëndom të lemon një minister i mbrojtjes ka përgjithësin do me thonë edhe i shtetë, se këtu janë 3 faktorë të influencëruar në vrasjen e tina. Gjithmonë është edhe i brendshmi ku depërtojnë, do me thonë ata që ndihmojnë, ata cilët kanë me realizue operacionin, edhe urdhënësi, edhe ata që kërkojnë, tamam e dinë, se është qëllimi kryesor ka qenë që të vritet një minister i mbrojtjes i karrierës, cili kishte me bojë një luftë të organizuar të mirëfillt me pasoja sa më të vogla dhe një luftë mbrojtëse dhe çlirimtare të Kosovës, me pasoja me humbje sa më të vogla të popullatës, sidomos edhe civile, po edhe të ushtrisë, edhe po shihet që mas luftës kanë dalë profiter, kanë dalë se ne ka shumë qëllime. Kolonel, ju keni folur edhe më herët për vrasjen e Ahmet Krasniqit. A keni qenë ditën kritike me të, apo ju? Jo, unë kam qenë 13 shtator, kam qenë i burgosur në Koks, sepse elementë të pushtetit, të policisë dhe të shërbimit, kanë tentuar ta kidnapojnë Ahmet Krasniqin në një prit. Kush për shembull? Policia e Koksit, Policia e Koksit, komisariatit edhe elementë. Po komisariat ka qenë edhe Kudus Selame, a ka qenë fajtor edhe ai? Kudus Selame ka qenë komandant i divizionit. E divizionit, a? Edhe në tentim, e kom shpjeguar disa herë, domethënë unë kam ndërhyrë edhe në vend, duke kom leju me ndodha ajo, e kom Okej, po. Edhe ka ndodhur që ka ndodhur, kam vazhdu, kom përcjell në inspektim në Papa, në Barbin. E cili ka qenë qëllimi sipas juve? Edhe jam kthyer në Kolsh, në 17-18 mbrëmje është kthyer në Tiranë dhe unë kam thënë që ishte me qenë mirë me qëndru aty, sepse kisha një mundësi të sigurisë, por situata politike në Shqipëri ka qenë shumë e rënduar. Ka shumë faktorë ka pasur dhe ka ndodhur vrasja e Azem Hajdarit, kanë qenë shumë gjëra të pakjarta, po si duket kanë qenë të koordinuar që të ndodhë dhe vrasja me të Krasniqit, edhe të ndërpritet një ecuri e mirëfillt për pavarësinë e plotë Kosovës, me një kontribut tamam të mirëfillt, edhe me një marrëveshje, edhe me një profesionalizëm e patriotizëm e morale kredo të uçavinë që mos ndodha ajo, dhe besoj që qëllimi ka qenë pikërisht që mos ndodhë kjo, edhe është vrarë me të Krasniqi edhe pastaj ka vazhduar. Është interesant se... A dihet vrasja sot e kësaj dite? Unë nuk e di, domethënë besoj që... Kobra po këqyr pak, Kobra ti? Dihen shteti shqiptar i dini ka gjitha dhe kjo va. Shteti shqiptar e den po dhe? Po dihet, i di. Edhe supozimet ose jo diçka tjetër. A e din shteti shqiptar, kolonel, se po thotë den? Sipas me i din. Përqen e din, se shteti shqiptar edhe eksponentë të shtetit shqiptar për din kush ka pi birra, kush ka ik, kush ka bë pi frontit, shumë gjëra për din, domethënë më banale, merren me gjëra banale, fatkeqësisht nuk është marrën me vrasjen e një koloneli,
Ahmet Krasniqi që konë komandant i generalave të Mavaç. Njëri në historinë moderne të popullit shqiptar nuk ka figurë mas shuar profesionale ushtarake si mos ka qenë kolonel Ahmet Krasniqi, edhe me prejade familjare, rrën patriotike, adetare, kombëtare dhe profesionale që i ka posa. Edhe kanë devijuën më vonë. Deshta me pyet për rolin e Fatmir Hauklajt Kobën, cili ka qenë roli Fatmir Hauklajt në Ushtrinë Qendrore të Kosovës? A e keni takuar në herë? Unë nuk kom pasë rastin drejt për drejti me të nuk kom pasë nëj kontakt drejt për drejti me Fatmir Hauklajt, edhe koordinim me ta, se unë nuk i kom dhonë llogari, do me thonë atina, dhe nuk ka qenë ai në zingjirin komanduse. A ka pas rol në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, cili ka qenë roli i tij? Pa i kam mbështet, do me thonë, në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, dhe sa kom dëgju unë në kohën sa kom qenë atje, pjesën të cilët ka vlerësuar se e kanë me gjithë zemër ta bojnë një luftë shqiptare për shtetin dhe pavarësinë e Kosovës, ai i ka mbështet maksimalisht. Problemet tjera cilat ka mujtë mi pas brenda shtetit me shtetin e vetë, ato nuk e di. Kolonel, sipas juve, cili ka qenë roli Fatmir Hauklajt? Nuk e marrë me ato gjëra, ne kemi respektuar në aspektin institucional, subordinimin, ligjet e shtetit Shqipërisë dhe funksionimin ekskluzivisht në avonor me punë tona profesionale dhe me institucionet e Shqipërisë dhe validisë. Përndryshe nuk e përmendëm fillim që Naser Vllasi, komandant Kubra, është edhe njëri i afërt apo është, nëse s'gaboj, ki Migja Azem Vllasin, a? Agje, Migje, gjithçka. Gjithçka, a? Po. A mundja me thonë kështu ish lideri komunist? Ish lider antar i lidhjes komuniste, ish lideri shqiptarëve në ditët më të vështira të Kosovës, kur gjithë janë ndërzu, ai ka qëndru përballë kasapit Slobodan Milošević me mjete politike, se ai s'ka qenë minister i mbrojtjes apo i ministrisë të punëve të brendshme. Po pse shpesh herë, domethënë, ka pas akuza ndaj tij prej zhburgosurve politik, kur kanë qenë student, kanë thonë që haj çka po lëpni më shumë bonde keni, domethënë që kushtetutë kështu. Kam dëgjuar në par intervista. Zhburgosin politik spari kanë një filozofi staliniste të Mao Tse-tungut, ku ka qenë diktator numër 3 Enver Hoxha, Mao Tse-tungu numër 1, numër 2 Stalini dhe Enver Hoxha. Prej 18 shteteve komuniste dikun si që dione, në enciklopedi, jo që kemi dashtë në familja jonë, apo që e dojmi